5 automjete janë përfshirë nga flakët gjatë muajve të verës në Korçë, sipas drejtuesit të shërbimit zjarfikës Alfred Kalemas. Fatmirësisht në asnjë prej rasteve nuk ka pasur persona të lënduar, por janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Njoftimi në kohë dhe mbritja në kohë ka bërë që edhe dëmet në këto automjete kanë qenë të vogla në dëmtime të pajisjeve plastike, varet edhe nga largësia ku i ka ndodhur djegja e këtij automjeti. Kemi patur edhe raste edhe në djegje të plotë. Sipas Kalemas, shumica e zjarreve në automjete lidhen me defekte teknike në sistemin elektrik ose me mungesën e mirëmbajtjes së rregullt. Për këtë arsye, drejtuesve të mjeteve u rekomandohet të kryejnë kontrolle periodike në serviset autorizuara, veçanërisht gjatë stinës së verës, kur temperaturat e larta rrisin rrezikun e shfaqjes së defekteve. Shkak i lindjes dhe prapjes së këtyre zjarreve në autovetura janë tejnëzeja e motorit dhe si shkak kryesor është një pajisje që quhet katalit, i cili në shumicën e rasteve do varet nga puna që ka bërë ky automjet, duhet të ndërohet. Një shkak tjetër është edhe automjetet që janë me llojin e karburantit benzinë, të cilat për të patur këto makina sa më ekonomike kanë bërë në servise të licencuara këthimin me lëndën djegëse e gaz, çka edhe këto janë shkak për lindjen dhe prapjen e këtyre zjarreve në automjete. Një apel të gjithë drejtuesve të mjeteve t'i bëjnë servisin periodik. Kalemas këshillon gjithashtu drejtuesit që në rast se konstatojnë tym apo erë djegjeje gjatë lëvizjes, të ndalojnë menjëherë automjetin në një vend të sigurt, të fikin motorin dhe të njoftojnë shërbimet e emergjencës, duke shmangur çdo veprim që mund të përkeqësojë situatën.